Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Olta shpërthen në Instagram për padrejtësitë që po i bëhen të motrës Gerta. Dy emra të fortë të këtij edicioni janë Gerta dhe Rozana, të cilat faktikisht kanë qenë në nominim kok më kok dhe fitoi Rozana. Në këtë garë triumfoi pra Rozana, e cila u bë finaliste e parë e këtij sezoni. Mirëpo motra e Gertës, Olta, reagoi në Instagram duke thënë se përkundër përkrahjes në rrjetet sociale, asaj i duhen vota. Asaj i duhen vota dhe votimet i tregonin një gjë tjetër, u deklarua ajo. Nuk po e mbështesni motrën time sa duhet, sepse nëse do e kishit mbështetur, do e fitonte me Rozanën. Shpreh Olta e indinjuar.